Nëse përshet që po qalon diçka, mos shka me thonë që kjo më bo që shto dhe u kry. Po ka rëndësi mënyra toni? Jo, është që prova dhe filloja bën e vetë dhe shie atë magjin që ka me ndodhë kur ti fillon me bo vetë që ka ma fillu me të përcjell njerëz. E që kjo është qelsi, që kjo është këshilla ma ma që prova bën e vetë këshure që ka me bo dhe tjerë. Se kur shojnë ty se një udhëhec që për e bën të atër, vetë e ndërgjegje atyne, ka me ishty me bo që ti. Me shembuj. Po se fillon me lëndu dhe ndjenja, me emocione, me tonë ndryshme, koha e tonëve ka kalu. Apo tan. Koha tona vjen borde të mëdha me dyert mbylluna ku diskutohen tema të mëdha, është tjetër gjë. Mirë, po menaxhim, po flasim në këto aspekte tjera është që me shembuj, me butësi, nëse nuk kryjnë punë këtë këto, atëherë fillon një mënyrë tjetër, janë departamentet për kaqe, ku ti nuk ki nevojë me marë. Ne gabojmë nisan. Jo e si popull shqiptar, po gjithkohë, nuk ka nevojë personalisht, nëse zojmë një menaxheri ose ti e menaxheri, unë punoj për ty, s'kem nevojë me marë personalisht sanet. Janë procedurat, detyrat dhe përgjegjësitë. Nëse unë nuk pi kry, e jep një vrejtje, janë politikat e brendshme që i bojnë burimet njerëzore. Vrejtja e ngritë si qash në burimet njerëzore dhe mirë mënyrë profesionale. Po, jo, me do mësë na du të me qenë armiq, edhe me urry një tjetën, sepse aspekti profesionale është nështë ta na pim kafe mas punës. Unë një rast në më hanë që shokt e kanë largu një tjetën me punës, pa apet kanë pi kafe, të të mos me marë, nga të zemë, sa personale.